Nëse po e shikon këtë video tani, nuk është rastësi. Ndoshta po vua në heshtje dhe askush nuk e kupton çfarë po kalon. Por ka shenja të qarta që Zoti po përpiqet të flasë me ty. Qëndro deri në fund, sepse shenja e fundit është ajo që shumica e njerëzve e injorojnë. Le ta kuptojmë së bashku cilat janë këto shenja dhe pse po shfaqen tani në jetën tënde. Shumë njerëz pyesin në heshtje, pse Zoti nuk përgjigjet menjëherë? Kjo pyetje lind zakonisht në momentet më të vështira, kur lutja bëhet më e sinqertë dhe zemra më e lodhur. Kur ne flasim me Zotin, presim përgjigje të shpejta, shenja të qarta, një ndryshim të menjëhershëm, por shpesh ajo që marrim është pritje. Kjo pritje nuk është e rastësishme, ajo prek thellë shpirtin dhe nxjerr në sipërfaqe frikrat, dyshimet dhe pritshmëritë tona. Në këto momente, njeriu fillon të pyes veten nëse po dëgjohet, nëse lutja e tij ka vlerë, apo nëse Zoti është larguar. Por e vërteta është se pritja është pjesë e rrugëtimit shpirtëror. Zoti nuk funksionon si pasorës son, ai sheh më larg se çasti dhe kupton atë që ne ende nuk mund ta shohim. Kur përgjigja vonon, nuk do të thotë refuzim, por përgatitje, sepse ndonjëherë, para se të ndryshojë rrethanat, Zoti duhet të ndryshojë zemrën. Kur përgjigja e Zotit vonon, besimi vihet në provë. Është e lehtë të besosh kur gjithçka shkon mirë, kur lutjet marrin përgjigje të shpejta dhe rruga duket e qartë. Por besimi i vërtet zbulohet në pritje, në heshtje, në ato momente kur njeriu vazhdon të lutet, edhe pa parë asnjë shenjë. Pritja nxjerr në pah motivet tona. Apo i afrohemi Zotit vetëm për atë që duam të marrim, apo sepse besojmë tek ai edhe pa kushte. Në këtë fazë, shpirti mëson durimin, një virtyt i vështirë por i domosdoshëm. Durimi nuk është pasivitet, është një besim aktiv se Zoti po vepron, edhe kur ne nuk e shohim. Shumë njerëz heqin dorë pikërisht para se përgjigja të vijë. Ata lodhen nga pritja dhe interpretojnë heshtjen si mungesë dashurie. Por Zoti nuk vonon pa arsye. Ai po ndërton diçka më të thellë se një zgjidhje e shpejtë, po ndërton një besim që nuk lëkundet nga rrethanat. Në këtë pritje, njeriu mëson të mbështetet jo tek rezultatet, por tek premtimi i Zotit. Dhe ky është një besim që zgjat. Jo çdo përgjigje e menjëhershme do të ishte një bekim. Ndonjëherë ajo që kërkojmë sot mund të na dëmtojë nesër. Zoti, në urtësinë e tij, sheh pasojat që ne nuk i imagjinojmë. Prandaj, heshtja e tij shpesh është mbrojtje. Ka lutje që burojnë nga dhimbja, nga frika ose nga padurimi. Në ato momente, njeriu kërkon lehtësim të shpejtë, pa e ditur se një zgjidhje e menjëhershme mund ta largojë nga rruga e duhur. Zoti nuk thot jo për të ndëshkuar, por për të ruajtur. Kur përgjigja vonon, Zoti po të mbron nga diçka që ende nuk e kupton. Ai po të kursen nga një vendim i gabuar, nga një lidhje e dëmshme, ose nga një rrugë që do të largonte nga qëllimi yt i vërtet. Kjo mbrojtje shpesh është e padukshme dhe e vështirë për t'u pranuar, por është një shenjë e dashurisë së tij. Besimi rritet kur njeriu pranon se Zoti di më mirë, edhe kur nuk merr atë që kërkon. Ai mëson të besojë se ajo që po vjen është më e mirë se ajo që po humbet. Shpesh mendojmë se Zoti po vepron vetëm kur shohim rezultate të dukshme, por në të vërtetë, puna më e madhe ndodh në fshehtësi. Ashtu si fara që mbilet nën tokë, edhe veprimi i Zotit fillon larg syve tan. Heshtja nuk është mungesë pune, por një fazë domosdoshme e rritjes. Në kohë pritjeje, Zoti po rregullon rrethana, po lidh njerëz, po hap rrugë që ende nuk janë të dukshme. Ai po përgatit momentin e duhur, sepse çdo gjë ka kohën e vet. Nëse përgjigja do të vinte më herët, nuk do të kishte forcën dhe ndikimin e duhur në jetën tënde. Kjo fazë kërkon besim të thellë. Është një besim që nuk mbështetet në atë që shohim, por në atë që dim për karakterin e Zotit. Ai është i qëndrueshëm, besnik dhe i drejtë. Prandaj edhe kur nuk flet, ai nuk ka ndalur së vepruari. Kur më në fund përgjigja vjen, shpesh kuptojmë se çdo ditë pritjeje kishte një arsye, asgjë nuk ishte e humbur, çdo moment heshtjeje ishte një hap drejt përmbushjes. Kur Zoti nuk përgjigjet menjëherë, ai po punon në karakterin ton. Pritja nuk ndryshon vetëm rrethanat e jashtme, por formon thellësisht atë që jemi brenda. Në këtë proces, njeriu mëson durimin, përulësinë dhe besimin e vërtet. Shpesh kërkojmë që Zoti të ndryshojë situatat, por ai dëshiron të na ndryshojë ne së pari.
sepse një zemër e papërgatitur nuk mund të mbajë bekime të mëdha. Nëse përgjigja do të vinte menjëherë, ndoshta nuk do të ishim gati ta përballojmë atë që po kërkojmë. Në pritje, mësojmë të dëgjojmë më shumë, të flasim më pak dhe të reflektojmë thellë. Egoja zbutet, frika humbet forcën dhe besimi bëhet më i qëndrueshëm. Kjo është një punë e brendshme që nuk mund të ndodhë në nxitim. Zoti nuk po të ndëshkon me pritjen, ai po të përgatit, dhe kur momenti i duhur të vijë, do ta kuptosh se nuk ishe vonë, ishe duke u bërë gati. Ajo që ne e quajmë vonesë, Zoti e quan kohë të përsosur. Ne jetojmë të lidhur me orën dhe kalendarin, por Zoti vepron në përjetësi. Ai nuk nxiton dhe nuk gabon në kohë. Çdo përgjigje e tij vjen pikërisht në momentin kur duhet. Shpesh, nëse përgjigja do të vinte më herët, ne do ta shpërdoronim ose nuk do ta vlerësonim. Koha e pritjes na mëson të çmojmë atë që po vjen dhe të kuptojmë rëndësinë e saj. Ajo që fitohet pa pritje, shpesh humbet pa kuptim. Në këtë fazë, Zoti po sinkronizon gjithçka, zemrën tënde, rrethanat dhe njerëzit përreth teje. Asgjë nuk është e rastësishme. Çdo ditë pritjeje po të afron më shumë me momentin e duhur, edhe pse nuk e ndjen. Kur njeriu fillon të besojë në kohën e Zotit, paqja hyn në zemër, ankthi zvoglohet dhe shpresa forcohet, sepse ai e di se përgjigja nuk po vonon, ajo po piqet. Kur përgjigja nuk vjen, shumë njerëz mendojnë se Zoti është larguar, por shpesh ai është më afër se kurrë. Në heshtje, Zoti qëndron pranë, duke vëzhguar çdo lot, çdo lutje dhe çdo mendim të zemrës. Ai nuk është një Zot i largët që dëgjon nga larg. Ai është i pranishëm në pritje, në dhimbje dhe në pasiguri. Heshtja e tij nuk është mungesë dashurie, por një mënyrë për të mësuar të ndjesh praninë e tij edhe pa fjalë. Në këto momente, Zoti po të fton të thellosh marrëdhënien me të, jo përmes përgjigjeve të shpejta, por përmes besimit dhe dorëzimit. Kur mëson të pushosh në praninë e tij, edhe pritja bëhet më e lehtë për t'u përballuar. Kjo afërsi e Zotit është ajo që forcon shpirtin. Edhe pa një përgjigje të menjëhershme, zemra gjen qetësi, sepse e di se nuk është vetëm. Shpesh, përgjigja e Zotit nuk vjen në formën që presim. Ne kërkojmë një zgjidhje të saktë, një rrugë të caktuar, por Zoti vepron më gjerë. Ai përgjigjet në mënyra që sfidojnë pritshmëritë tona, por përmbushin nevojat tona të vërteta. Kur përgjigja vjen ndryshe, njeriu fillimisht ndjen hutim ose zhgënjim, por me kalimin e kohës, kupton se Zoti ka zgjedhur më të mirën. Ai nuk u përgjigjet vetëm dëshirave tona, por qëllimit të jetës sonë. Kjo na mëson të besojmë jo vetëm tek përgjigja, por tek mençuria e Zotit, sepse ai sheh pamjen e plot, ndërsa ne vetëm një pjesë të vogël. Kur pranojmë këtë të vërtet, zemra hapet për paqe dhe falënderim. Edhe kur rruga ndryshon, drejtimi mbetet i drejtë, dhe kjo është një shenjë e qartë se Zoti po të udhëheq. Vjen një moment kur njeriu kthen kokën pas dhe e kupton se pritja nuk ishte e kotë. Ajo që dikur dukej si heshtje, tani shfaqet si drejtim. Çdo ditë pa përgjigje kishte ndërtuar diçka brenda shpirtit, forcë, pjekuri dhe besim të qëndrueshëm. Pritja bëhet dëshmi kur njeriu kupton se pa të nuk do të ishte bërë ai që është sot. Ajo e ka mësuar të mos varet nga përgjigjet e shpejta, por nga prania e Zotit. Ajo e ka forcuar besimin për të qëndruar edhe kur rruga ishte e errët. Në këtë fazë, njeriu nuk ka më nevojë për shenja të vazhdueshme. Ai e di se Zoti ka qenë aty gjatë gjithë kohës, dhe kjo njohje sjell paqe të thellë. Ajo që dikur ishte dhimbje, tani shndrohet në mesazh për të tjerët, sepse pritja, kur përjetohet me besim, nuk humbet kurrë, ajo bëhet dritë për shumë zemra. Përgjigja e Zotit vjen gjithmonë në kohën e duhur, edhe nëse nuk përputhet me pritjet tona. Kur ajo më në fund shfaqet, zemra kupton pse duhej të priste. Çdo heshtje kishte një arsye, çdo vonesë kishte një qëllim më të madh. Zoti nuk haron asnjë lutje, asnjë lot nuk është derdhur më kot. Edhe kur përgjigja nuk vjen siç e kishim imagjinuar, ajo sjell paqe, sepse është e përsosur në kohën dhe mënyrën e tij. Nëse sot je ende në pritje, mos u dorëzo. Beso se Zoti po vepron në heshtje dhe po përgatit diçka që do të tej kaloj atë që ke kërkuar.
Koha e tij nuk dështon kurrë. Mbaje këtë të vërtet në zemër. Përgjigja po vjen. Dhe kur të vi, do të kuptosh se pritja ishte pjesë e bekimit.